Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vetëvendosja konfirmon se vullneti i shumicës është që Kosova të mos shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Shefja e grupit parlamentar, Albëria Nagafsi, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, informoi mbi përpjekjet e shefit të qeverisë për të arritur një marrëveshje me partitë opozitare. Për të zgjidhur këtë ngërç të ri në të cilën jemi pas më shumë se një vit bllokade për shkak të pozitës së kryetares së kuvendit, ne kemi qenë madje edhe gjeneroz në propozimet që kemi bërë për LDK-n si partia e tretë me numër dukshëm më të vogël të deputetëve se sa lëvizja vetëvendosje, duke ofruar pozitën e dytë në qeveri dhe 4 ministri për të udhëhequr, ose edhe njërën nga 3 pozitat më të rëndësishme shtetërore, pozitën e kryetares së kuvendit. Ndërsa nuk munguan akuzat ndaj opozitës se nuk merr pjesë në seancat plenare për votimin e kandidatëve. Si deputet të lëvizjes vetëvendosje edhe me datën 5 mars, por edhe cilën do prej ditëve që ka një propozim, jemi të gatshëm edhe të vullnetshëm që të votojmë për presidentin e vendit. Pra, këtë pyetje duhet t'u bëni edhe deputetëve të partive tjera, ndërkohë që kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, është duke u angazhuar edhe në vazhdimsi ka bërë propozime në zgjidhje të ngërçit në të cilën jemi tashmë. Shefja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku Sadriu, akuzon shumicën në pushtet se po e çon vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, deputetja Sadriu kujton se partia më e madhe që ka numrin më të madh të deputetëve ka përgjegjësinë më të madhe për të zgjedhur presidentin e Republikës dhe kjo përgjegjësi sipas saj i është ngarkuar nga kushtetuta. Vetëvendosje po na jep një krizë të re politike, ku qytetarët do të lihen të vetëm e ai do të qeverisë, kryeministri do të qeverisë i pambikëqyrur. Do me thënë tipike për një sistem autoritar ku një kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur. Dhe vërtet kjo është për keqardhje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit, e në të cilën propozojnë 2 kandidat nga shumica në pushtet. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri paralajmëroi se ky shtet dhe këto institucione nuk janë të një partie, janë të demokracisë. E faji dihet ku është, 66 deputet i ka lëvizja vetëvendosje, udhëheq qeverinë me 21 antar dhe 450 njerëz që punojnë të muar politik. Për president nuk i ka. Debati nuk ka ndodhur asnjëherë dhe po vazhdon kështu. Kjo rrjedhimisht na çon në një situatë të thjeshtë, e cila është situata jo më e mirë për popullin e Kosovës, zgjedhjet. Bota. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardh, Caroline Levitt, informoi mbi planet e Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit në Iran. Në një intervistë për BBC, Levitt deklaroi se SBA po shtrëngon plotësisht ekonominë e Iranit përmes bllokadës. Ata po humbasin $500 milion në ditë. Nuk mund t'i paguajnë njerëzit e tyre si rezultati i kësaj mase ekonomike që presidenti Trump u ka imponuar, tha Levitt. Më herët, kreu i shtëpisë së Bardh tha se po e zgjat pushimin sepse leadershipi i Iranit, i shkatruar nga lufta, është i përçarë dhe i duhet kohë për të dalë me një propozim për t'i dhënë fund konfliktit. Gjithashtu Trump deklaroi se bllokada amerikane ndaj anijeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane do të mbetet në fuqi. Agresioni i SBA-s dhe Izraelit ishte rrënje pas sigurisë në gjirin persik dhe ngushticën e Ormuzit, deklaroi ministri i jashtëm iranian Abbas Arkaghi. Sipas një njoftimi nga qeveria iraniane, Arkaghi u takua me të dërguarin special të Koreas së Jugut në Teheran. Ministri i jashtëm i Iranit u bëri thirrje vendeve të marrin një qendrim të qartë dhe të vendosur në dënimin e këtyre sulmeve. Gjithashtu, shefi i diplomacisë iraniane njoftoi se vendi i tij ka marrë masa sipas ligjit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë dhe interesat e tij, duke shtuar se përgjegjësia për pasojat bie mbi agresorët. Deklarata vjen pas të Irani tha se kishte sekuestruar 2 anije në ngushticë dhe një anije të tretë mallrash që u sulmua. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.